Në një kohë që opozita nisi protestën përpara kryeministrisë, kreu i qeverisë Edi Rama zhvillonte një takim me operator turistik në Berat. Nga qyteti 1-1 dritareve, ai deklaroi se për të tërhequr më shumë turistë do të ndërtohet një muze vere në Berat dhe një rakie në Korçë. Por përtej kësaj, kryeministri i ktheu edhe një përgjigje opozitës, duke ripërsëritur se qeveria është votë besuar deri në 2021-shin. Korçë ke vendosur të ndërtojmë muzeun kombëtar të rakisë. Jemi duke diskutuar dhe kjo do kërkoj një tryezë veçantë me këta konkurrentët e verës për të ndërtuar një muze të verës shqiptare në Berat. Qeveria nuk preket, shumica e qeverisë nuk preket. Se nuk është një mur që i bie edhe e shëm. Rama nuk kurseu edhe ironit për djegjen e mandatave. Nuk është se na e bëjnë më të lehtë me partnerët tanë europian procesin që duhet kurorëzojmë për të hapur negociata. Ju japin argument atyre që s'duan, që thonë juve s'keni as minimumin e maturisë. Juve jeni akoma në epokën e gurit politik, se s'keni mësuar akoma që mandati i popullit nuk digjet, nuk ekziston, nuk e ka bërë askush, se njeh historia. Nuk e njeh. Vendet kanë kaluar çuditëra, po këtë gjë nuk e kanë bërë. Aty ku ka pasi parlament si ikën, djeg mandati, po i ku shkon? Gjatë të gjitha protestave që ka zhvilluar opozita, kreu i qeverisë ka zgjedhur që të mos qëndrojë në Tiranë, duke zhvilluar njëkohësisht aktivitete në bashki të ndryshme në kuadër të turit Bashkia që duam.